Sot në trikun tonë janë dy materiale, cilat unë shoh që pacientat shpeshherë nuk dinë cilat i zgjedhin. E kemi zirkonin edhe disilikat litiumin ose E-Max, janë dy materialet bazike, të cilët shpeshherë pacientët ashtu në një farë forme i hamendin cilin ta zgjedhin, cili është më i mirë, por që unë mendoj që zirkoni është në rastet kur kërkohet pak forcë më e madhe gjatë përtypjes, sepse është më i qëndrueshëm, ndërsa E-Max është vetëm për rastet estetike, është një material më pak i qëndrueshëm në forcat të thyrjes, por estetik është i jashtëzakonisht shumë. Prandaj ky është rasti kur na e ndajmë cilin prej materialeve ta përdorim, sepse më shkruajnë shumë pacientë më pyesin cili është materiali dur ose çka duhet zgjedhim, do të thonë cilën ose urë ose kuror, çfarë punimi duhet ta zgjedhim. Gjatë punës juaj të përditshme, cila grup mosh konsideroni ose e keni vrejtë që është më interesuar për këtë pjesën estetike të gojës? Derisa më herët kemi punuar me moshën e mesme, sot kemi më shumë mosha të reja. Kemi më shumë mosha të reja, cilët vazhdimisht na kërkojnë gjithçka është trendet nëpër Instagram, në rrjetet sociale që shifen. Ndërsa sa i përket moshës shtyne, edhe ata sepse kur bëjmë nxjerrje dhombe na detyrimisht kemi me i kriju një punim të re, një protezë ose një urë, çfarë do qoftaj për me rehabilitu pjesën e prishur të gojës. Këto ndërhyrje, pjesë estetike, për moshat e reja 18+, 20, 25, 30, a mundet me qenë të dëmshme në ndonjë formë anësore për pjesën shëndetjen e gojës? Jo, nuk isha thënë që janë të dëmshme, përveç kur bëjmë ngryrje shumë të mëdha, nëse nuk kemi nevojë. Por ndryshe, këto janë punime shumë biokompatibile, shumë të përshtatshme me indet e organizmit. Janë të testuara, të cilat, nuk kanë asnjë efekt negativ në indet e gojës ose në organizmin e përgjithësi. Sot janë punime të avancuara edhe nga ana e teknikës, si punime estetike.